Ashtu si në të gjithë vendin, edhe në Shkodër maturantët ju nënshtruan procesit provimit maturës atij të gjuhës së huaj. Mbi 1430 të rinj e të reja testuan dijet në 6 qendra të miratuara nga zyra vendore e arsimit në Shkodër, të mbikëqyra në masa të rrepta sigurie. Filloi provimi i gjuhës së huaj, që në fakt në institucionet tona është gjuha angleze, gjuha italiane, por edhe gjuha frënge. Kemi organizuar provimin në 6 qendra provimi, në të cilat janë përqendruar 23 institucione arsimore, gjimnaze, shkollat të mesme të bashkuara, publike, private, por edhe shkollat profesionale dhe mbi 1430 nxënës që janë të organizuara në këto 6 qendra provimi. Janë të angazhuar aktualisht 148 mësues dhe drejtues që do menaxhojnë gjithë procesin ditën e sotme. Është një proces që në fakt ka edhe mbikëqyrjen e përfaqësuesve të Ministrisë së Arsimit, por që edhe në shoqërim në mëngjes janë shoqëruar nga Policia e Shtetit. Kemi diku te 90 ca maturant më pak në fakt, por nuk mund të themi që është një shifër as shumë e madhe, por as shumë e vogël, duke patur parasysh që provimet e maturës shtetërore janë provime të cilave u nënshtrohen nxënësit që po mbyllin ciklin e tyre 3 vjeçar, por janë edhe nxënësit që kanë akoma detyrime të pashlyera, kështu që nuk është shumë shifër e matshme në këtë aspekt në lidhje me rënien e numrit të nxënësve. Për 2 orë e 30 minuta maturantët dhanë përgjigjet e tyre në një tezë të alternuar, ndërsa për 9 prej tyre me aftësitë kufizuara teza ka qenë e veçantë. Pritshmëritë janë që edhe në këto provime të këtij viti Shkodra të futet sërish në zonën e medaljeve dhe të rrisë mesataren e përgjithshme. Është një proces i konsoliduar në menaxhim, pra nuk çedojmë në menaxhimin e gjithë procesit dhe është një proces me cilin janë të njohur me rregullat dhe detyrimet secili nga aktorët që është i përfshirë dhe sigurisht pritshmëritë është mos kemi luhatje nga nota vjetore e secilit nxënës. E para kjo dhe e dyta sigurisht të kemi edhe një përfaqësim me medalje të arta pak më të lartë se vitin tjetër. Maturantët do të zhvillojnë provimin e gjuhës shqipe dhe letërsisë me 10 qershor, matematikës me 17 qershor dhe i përmbyllin lëndët me zgjedhje me 24 qershor.